Ndonjëherë, sidomos kur jetojmë në emigrim, na duket sikur absolutisht të gjithë e dinë saktësisht se çfarë janë duke bërë. Shohim jetët që shkëlqejnë në Instagram, shohim rutinat perfekte, shohim sukseset e gjithë tjerëve dhe befas na duket se jemi vetëm ne, ata që jemi disi të humbur në rrugtimin tonë. Por, e vërteta është kjo, askush nuk e di gjithmonë se çfarë është duke bërë. As unë, as ti dhe as ata që duket të sigurt. Të gjithë jemi duke mësuar përgjatë rrugtimit tonë në ecje, nëpërmjet gabimeve tona, nëpërmjet pasigurive tona, duke kërkuar kuptim dhe duke përpikur të mos humbasim veten përgjatë gjithë shurmës. Kështu që të lutem, je i butë me veten tënde. Nuk e pse ti kesh të gjitha përgjigjet sot. Rritja nuk ndodh vetëm nëpërmjet sukseseve. Rritja shpesh ndodh nëpërmjet humbjeve, nëpërmjet gabimeve dhe nëpërmjet ndoshta atyre ditëve të cilat ne mezi e mbledhim veten. Edhe kjo është pjesë e rrugtimit tënd. E po, ti je në rrugën e duhur, edhe pse ndihet për momentin tepër e pasigurt.